Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Mjeku jep urdhër. Pini vaj ulliri nëse vuani nga këto 4 sëmundje. Konsumi e një lugë vaj ulliri çdo ditë ju ndihmon që të jetoni më gjatë. Gjithashtu, ai sjell edhe përfitime mjaft të mira për shëndetin tuaj. Vaji i ullirit, një element kyç i dietës mesdhetare për një shëndet të mirë, prej shumë kohësh rekomandohet si shumë i dobishëm për shëndetin. Dhe mjekja Sara Brever dhe dietologja Xhulaj Kelo thonë se vaji i ullirit të shton disa vite jetë sipas Daily Mail. Ato thonë se përbërësit e zakonshëm të gatimit përmbajnë antioksidantë të cilët mund të ndihmojnë për të parandaluar ose ngadalësuar rritjen e inflamacioneve dhe zvogëluar rrezikun e sulmit në zemër ose goditjeve në zemër, disa prej kushteve më të zakonshme të cilat mund t'ju kushtojnë jetën. Gjithashtu mund të zvogëlojnë efektet dëmtuese të kolesterolit, presionit të lartë të gjakut që lidhen me moshën, si dhe të përmirësojnë funksionin e njohës, citojnë ekspertët. Pretendimet e tyre i shtohen në viteve të provave shkencore që sugjerojnë se vaji i ullirit mund të ndihmojë njerëzit që të shmangin sëmundje të caktuara. Vaji i ullirit ka shumë kalori, kështu që duhet të përdoret në kuzhinë. Mjekët sugjerojnë një lugë gjedhe vaj ulliri çdo ditë si një zgjidhje alternative me shumë përfitime për shëndetin tuaj. Përdorimi i vajit të ullirit në dietën tuaj do t'i japë rezultate të shkëlqyera në mbrojtjen e imunitetit dhe gjithashtu në rritjen e përfitimeve të përgjithshme. Vaji i ullirit zë një vend të rëndësishëm në kuzhinë. Në fakt, pirja e tij çdo ditë do ju lejojë që të merrni përfitime maksimale në dobi të shëndetit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Ekspertët e rendisin vajin e ullirit si një nga produktet më pozitive për shëndetin tuaj. Përdorimi i rregullt i vajit të ullirit në dietën tuaj do t'japë japë rezultate të shkëlqyera në mburojtjen e shëndetit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Këtu në këtë video, sipas ekspertëve të Healthline, do të rendisim disa arsye kryesore pse duhet të konsumoni vajin e ullirit dhe elementet pozitiv të tij në dobi të shëndetit. Vaji i ullirit është një përbërës thelbësor në shumë produkte kozmetike, redukton skuqjen, entjen dhe mund të ngadalësojë gjithashtu edhe shfaqjen e rrullave. Pasurimi i dietës suaj me vajin e ullirit mund të jetë një antibakterial i fuqishëm, i cili shërben edhe si një disinfektues natyral. Vaji i ullirit është një element bazë i shumë dietave të dietës perëndimore. Shtimi i vajit të ullirit në dietën tuaj do t'japë rezultate të shkëlqyera në menaxhimin e peshës trupore dhe në mbajtjen larg të problemeve të tretjes. Nëse doni të keni një përshpejtim të eliminimit të kalorive nga trupi juaj, atëherë vaji i ullirit duhet të jetë një pjesë prezente e dietave tuaja. Kështu do të keni përfitime maksimale në dobi të shëndetit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Vaji i ullirit është shumë i shëndetshëm edhe për kujdesin e trurit tuaj. Konsumi i rregullt i vajit të ullirit heq grumbullimin e pllakave brenda qelizave të trurit. Këto pllaka mund të shkaktojnë sëmundjen e Alzheimerit, sëmundjen më të zakonshme mendore në botë. Njerëzit që pinë rregullisht vajin e ullirit kanë një memorie më të mirë se ata që mbajnë një dietë me pak yndyrë. Vaji i ullirit është një element shumë i shëndetshëm edhe për kockat tuaja. Vaji i ullirit ndihmon njerëzit që vuajnë nga artriti reumatoid. Kjo funksionon më mirë kur kombinohet me vajin e peshkut, një burim i pasur i acideve yndyrore omega 3. Përbërjet që gjenden te vaji i ullirit përmirësojnë dhimbjet e kyçeve dhe ngurtësimet të mëngjesit që shkaktohen nga artriti. Zvogëlon inflamacionin. Pasurimi i dietës suaj me vajin e ullirit dhe ushqime të tjera me acide yndyrore omega 3 do të zvogëlojë inflamacionet në trup. Nga ana tjetër mund të ndihmojë gjithashtu edhe në parandalimin ose shërimin e gjendjeve të ndryshme të lëkurës të shkaktuara kryesisht edhe nga inflamacionet. Vaji i ullirit është një aleat i çmuar i shëndetit tuaj të zemrës. Disa lloje të bakterieve që jetojnë në stomak mund të shkaktojnë ulçër dhe vaji i ullirit është provuar se lufton këto bakteri dëmtuese, disa prej të cilave janë rezistente ndaj antibiotikëve. Vetëm 30 ml vaj ulliri në ditë mund të shkatërrojë baktere të dëmshme dhe të sjellë rezultate konkrete pozitive në mburojtje të shëndetit. Hipokrati, i njohur ndryshe si babai i mjekësisë, përshkruante vajin e ullirit si lëngu më i mirë terapeutik për shëndetin e njeriut.
Ai rekomandohet për shumicën e trajtimeve që prekin rrugët e frymëmarrjes. Një prej këtyre problemeve është kolla, e cila është e mundimshme për rrugët e frymëmarrjes dhe të gjithë organizmit. Sipas të dhënave, vaji i ullirit zbut frekuencën e kollitjes dhe lubrifikon fytyrën, duke pasur edhe një përmirësim më të mirë të gjendjes suaj. Vaji i ullirit përbëhet nga shumë antioksidantë, të cilët kanë aftësinë të shkatrojnë radikale të lira dhe të forcojnë imunitetin. Nëse vuani nga kolla, ekspertët rekomandojnë pirjen e një lugje gjelle me vaj ulliri çdo ditë. Rekomandohet vaj i ullirit ekstra i virgjër. Të vegjëlit duhet të konsumojnë një lugë çaji vaj ulliri për të ëmbëlsuar edhe dietën e tyre. Me vajin e ullirit ju mund të përgatisni edhe një shurup të lehtë i cili lehtëson kollën, zbut inflamacionet të fytyrit. Për këtë shurup duhet të ngrohni gjysmë gote ujë dhe me vaj ulliri në një tenxhere, më pas të shtoni çerek gote ujë me lëng limoni dhe çerek gote ujë me mjaltë. Kombinojeni lëngjet me njëra tjetrën dhe ky shurup natyral do t'japë rezultate më të mira. Receta natyrale ndihmojnë në paksimin e kollës, megjithatë nëse situata juaj është e fortë dhe tronditse, duhet të shoqërohet edhe me lehtësime të duhura në anën mjekësore dhe duhet të konsultoheni me mjekun. Ky i fundit mund të përcaktojë saktësisht se çfarë keni nevojë në këto momente. Vaji i ullirit nuk përdoret vetëm në kuzhinë, por edhe në mjekësi, farmaci ose në higjienën personale. Ajo çka e bën vajin e ullirit një super ushqim është niveli i lartë i yndyrnave mono të pangopura, sidomos acidit oleik dhe antioksidantëve të ndryshëm. Për shkak të përfitimeve të shumta që i sjell shëndetit, vaji i ullirit është i quajtur ndryshe mrekullia mesdhetare. Nëse do të konsumoni një lugë çaj vaj ulliri në mëngjes, do të parandaloni këto komplikacione. Sipas Healthline, do të rendisim disa prej tyre. Problemet e demantinës. Një nga shkaktarët e sëmundjeve të Alzheimerit është rritja e akumulimit të aminoacideve në tru. Një grup ekspertësh në Universitetin e Louisianës kanë zbuluar se një përbërje fenolike e quajtur oleokantal që gjendet te vaji i ullirit ka fuqinë të kontrollojë nivelin e këtyre aminoacideve dhe t'i pastrojë ato. Vetitë e vajit të ullirit janë të mira në luftën kundër radikaleve të lira. Vaji i ullirit është një mburojë shumë e mirë edhe për diabetikët. Konsumi i vajit të ullirit ekstra të pastër nga personat që vuajnë nga diabeti tipi 2 i ndihmon ata në uljen e niveleve të sheqerit, si dhe ndihmon në rregullimin e tensionit të gjakut. Përfitimet të mëdha të vajit të ullirit janë edhe në fushën e sistemit imunitar. Antioksidantët e vajit të ullirit mbrojnë sistemin imunitar nga infeksionet, mbrojnë shëndetin e zemrës. Vaji i ullirit ndihmon në balancimin e niveleve të kolesterolit, ndihmon për të rënë nga pesha. Vaji i ullirit ju ndihmon të ndiqni sasinë e djamit të tepër, sigurisht i kombinuar me dietën dhe me ushtrimet. Ja se si vaji i ullirit duhet të konsumohet. 30 deri në 50 ml vaj ulliri në ditë është një mundësi e shkëlqyer për të marrë këto përfitime të cilat i treguam më herët. Vaji i ullirit është një nga produktet më të mira shëndetësore dhe konsumi i tij i rregullt në dietën tuaj do t'japë rezultate të shkëlqyera në menaxhimin më të mirë të imunitetit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Vaji i ullirit është një yndyrë e pangopur që përbëhet nga acidi oleik, fitosterol, karotenoide, tokoferol dhe polifenole. Ai nxirret nga bluarja e tulit të frutave të ullirit dhe më pas kullohet lëngu që del. Sipas Jessica Shand, nutricioniste, vaji i ullirit është një shembull kryesor i një ushqimi medicinal. Është një burim fantastik i yndyrnave të pangopura të quajtur acid oleik dhe i pasur me antioksidant, vitaminën E, oleocein, oleokantal, të cilat sipas studimeve janë studiuar gjerësisht dhe janë provuar se kanë efekte të fuqishme anti-inflamatore në aftësinë për të përmirësuar funksionet e trurit, për të reduktuar inflamacionin dhe për të mbrojtur kundër sëmundjeve në zemër. Gjithashtu, vaji i ullirit zë një vend të mirë me përfitime anti-inflamatore dhe kohët e fundit, sipas Shand, cilësohet si një produkt mjaft i mirë në dobi të shëndetit. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.